Edhe gjatë fundjavës, vendi ynë është përfshirë nga valet të nxehtit afrikan me temperatura që arrin në vlera tepër të larta deri në 40 gradë Celsius, sipas Institutit të Gjeoshkencave. Më konkretisht, zonat e ulta do të shënojnë vlera deri në 40 gradë Celsius, ku gjatë orëve të pikut, veçanërisht në zonat e hapura në diell, do të ndihen edhe më të larta. Instituti i Gjeoshkencave nënvizon në buletinin e fundit se temperaturat më të larta do të regjistrohen në qarqet Fier, Elbasan, Shkodër dhe Berat, duke bërë që fundjava, por edhe fillimi i javës të regjistrojnë ditët më të nxehta të kësaj periudhe. Nga ana tjetër, zonat bregdetare do të shënojnë vlera disi më të moderuara krahasuar me qarqet e mësipërme, pasi përgjatë bregdetit, temperaturat maksimale do të arrijnë në vlera 36 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore maksimumet do të jenë 34 gradë Celsius. Sipas sinoptikanëve, valat të nxehtit afrikan që kanë mbërthyer edhe vendin tonë prej disa ditësh, pritet të ketë një tërheqje graduale të vapës ekstreme, ku gjatë mesit të javës së ardhshme mund të ketë edhe rreshje lokale në zonat e caktuara, ndërsa termometri do të shënojë vlera më të ulta të temperaturave.